vëllezër të dashur, taubi istighfari pastër, taubi istighfari sinqert, wallahi gjunahkarin më të madh e bën njeri më të mirë, e bën prej njerëzive mirë, dhe kjo në historinë islame shumë herë ka ndodhur. Pra që e Fudel bin Ajadi, që ka lavdru Ebu Hanifen, që ka thonë aj e ka hetu se e ka prej gjunahit, nga sa i ka pas pak gjunah. Ki Fudel bin Ajadi ka qenë një vjedhës i madh, plaçkic. Ato që kanë prej rrugët, kanë dalë natën, i kanë prej rrugët udhëtarëve, tregtarëve, jo kanë marrë pasuri. Edhe ki një ditë, një natë, duke lexuar Kur'an, e merr Kur'anin dhe fillon të lexon Kur'an. Kur e çelën musafin, i bjen të lexon ajetin kuranor, estağfirullah bismillah, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum ila dhikrillah. Pa nuk është boll për muslimanin ti dridhet zemra për frikës Allahut, për gjunahet që ka bën. A nuk është boll? A nuk i kujtohet njeriu? Ki kur e lexoj këtë ajet i tingëlloj, kështu trishtueshëm në shpirt. E çka bëni? Shkoj te vorrezat. Shkoj natën te vorrezat, ti viziton vorrezat natën vetë dhe ta kujton se si do rrije vetë aty kur do vjen varr. Vizita e vorrezave është shumë e dobishme. Ki natën shkoj te vorrezat, u ul nga një varri edhe po kujtohet, amun ja Rabbi, po këto mrenda, sa ngusht janë, sa errët janë, si e kanë hallin, a janë në bafqet e xhenetit, a janë në grop të xhenemit. Tu mendu ka përcen do tregtar, varret rrethudhës ka lënë do tregtar. Edhe njoni thot ati qetin, ma ka dale se po në ndin Fudeli e dele na i merë paret. A Fudeli ka shku të forri, e ka lexu këtë ajet dhe ki ndigjoj. Kur e ndigjoj dhe këtë fjalë pas ajetit, që e lexu ajetin kuranor, a nuk është boll ma ti trokit në shpirt njeriu të friga Allahu dhul xhelal e ti ndal gjunahet, shkoj te vorrezat dhe po kujtohet këto të vdekurit. Ajo në bafqet të xhenetit, ajo në grop të xhenemit. Unë kur do vi këtu, shpejt do vi këtu, ku dhe kem vendin? Me gjunahet që kum bo, amon ja Rabbi, unë mund ta kem vendin në grop të xhenemit. Pishmon jom ja Rabbi. Kitu hallështis me vetveten, tu bo dert me vetveten, kalon tregtari edhe tha, ma ka dale se me në ndi Fudeli, tha helash na bon. Del në i merë parat e kret që ka kemi pasuri. Kur e ndëgjoj këtë, estagfirullah, amun ja Rabbi, edhe udhëtarët nuk janë rahat për mua, a ka që njëri keq jo muna, estagfirullah, filloj të qanë dhe të bën istighfar deri në mëngjes. Para sabahit shkon, merr abdes e fal sabahun. Po sa imami ta faljen sabahun, pas elhamdulillahi rabbil alamin e këndon çket ajet. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum ila dhikrillah. Fudeli filloi të qaj me za, ato këtë dishin se është hajdut, është mprapshtan, është plaçkaxhi. Thot çka e gjeti more ket? Po ato nuk e dishin historinë se si ka ardhur deri te ajo. Edhe mo Fudeli bëhet një njeri prej auliave. Po valla, po e mbyllim me këto vëllezër të dashur. Mëshira Allahu dhul xhelal, rahmeti Allahu dhul xhelal. Aq është i madh, aq është i gjerë. Aq Allahu dhul xhelal është i dashur dhe i don robët e tij, saqë gjunahkarin më të madh ka mundësi që të kthehet gjunahkari më i madh me rahmetin e Allahut, ka mundësi të bëhet një dashamiri i Allahut dhul xhelal, një dashuri i Allahut dhul xhelal, një aulia i Allahut dhul xhelal.